Përshëndetje, shenja e Akrepit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 12 me 18 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 7 shkopin, 2 shpatat, karroca dhe 4 shpatat. Çfarë nënkuptojnë këto karta për gjendjen tuaj personale? Kjo javë për ju shfaqet si një betejë e brendshme, ku ndjeni se duhet të mbroni veten, ose qëndrimet tuaja, pra me 7 shkopin, por pa qenë ende plotësisht të sigurt se çfarë vendimi të merrni. Me 2 shpatat, ka një hezitim të thellë mes 2 rrugëve, por edhe një tension që po ju shtyn drejt lëvizjes. Karroca flet për një fuqi të madhe drejtimi, ju mund të merrni kontrollin e situatës nëse bashkoni vullnetin me qartësinë. 4 shpatat ju këshillon të pushoni, të merrni kohë për reflektim shpirtëror. Shpesh qartësia lind në heshtje, jo në nxitim. Kalojmë te familja, ku kemi njeriun e varur, 7 monedha, 2 shkopin dhe as i kupave. Në rrethin familjar, energjia është e përmbajtur dhe kërkon durim e vështrim të ri. Njeriu i varur tregon që ndiheni pezull ose të bllokuar nga dinamika familjare që nuk ndryshojnë lehtë. 7 monedhat flet për durim. Ndoshta keni investuar shumë në marrëdhënie dhe po prisni shpërblim emocional ose monetar. 2 shkopin tregon që po mendoni për të ardhmen, ndoshta një ndryshim vetbanimi, një vendim për të distancuar veten nga situata të lodhshme, pra duke bërë plane. Por as i kupave vjen si një bekim, një pajtim, një hapje emocionale, ose një ndjesi më e butë që mund të lindë pas një periudhe tensioni. Kalojmë te dashuria, ku kemi faqen e shkopinve, forca, faqa e shpatave dhe 8 monedhat. Në dashuri, kjo javë ka ngarkesë pasioni dhe kurioziteti. Faqa e shkopinve tregon fillime të reja, një flirt, ose ndjenja të reja që po zhvillohen. Forca sugjeron që ndjenjat janë të kontrolluara mirë, ju mund të ndiheni të tërhequr fort ndaj dikujt, por e ruani shumë vetëpërmbajtjen. Faqa e shpatave është energji vëzhguese. Ose ju ose personi tjetër po analizoni shumë, ndoshta ka pak mosbesim. 8 monedhat flet për përkushtim. Nëse jeni në lidhje, ka përpjekje të ndërsjellta për ta ndërtuar atë. Nëse jeni vetëm, dikush mund të tregojë dëshirë për të punuar ngadalë drejt jush. Kalojmë tek puna, ku kemi mbretëreshën e kupave, të dashuruarit, 8 kupat në të kundërt dhe rrota e fatit. Puna ndodhet në një pikë kyçe emocionale dhe vendimore. Mbretëresha e kupave tregon se ndiheni emocionalisht të lidhur me atë që bëni. Ndoshta jeni në një punë që ndikon thellë në shpirtin tuaj, ose ju pëlqen dikush në punë. Të dashuruarit nënvizon një vendim të rëndësishëm, një zgjedhje që nuk është e lehtë. 8 kupat në të kundërt sugjeron se ndoshta po mendoni të largoheni nga një punë, por nuk ndiheni gati. Ka një energji të mbërthyer, si diçka që nuk ju përmbush më, por që nuk po e lini dot. Rrota e fatit vjen si një sinjal i fortë. Largimi nga ajo që nuk ju ushqen më, do t'ju sjellë më shumë begati. Kalojmë te prizm orakull, ku kemi idejimi. Kjo kartë është një thirrje e fuqishme për të krijuar dhe menduar ndryshe, pra mos e injoroni zërin krijues brenda jush. Ai është dhuratë hynore. Paçim!